nisur për Shqipëri. Duke mbukur. Kemi krijuar qirinjt tona. Arritëm, sepse kështu dua. Edhe këtu është Eleana. Lloj story direkt. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në kanalin tim. Mirë se në kanalin tim. Unë jam Eleana. Unë jam Jani. Edhe sot kemi një vlog të ri. Jemi te Zara. Kemi ardhur në një qendër tregtare këtu në Athinë, sepse Irini, shurira ime, desha të provonte disa rroba që të marrë me vete për Shqipëri. Sepse siç ju kam thënë, Irini ka ditëlindje në 2 maj, që do bëjmë edhe në bazarin, kështu që desha të marrë një fustan kështu të bukur të vesh, ta ketë me vete. Edhe kemi ardhur unë me Janin, po I bëjmë shoqëri. Jani. We're dancing on moonlight cosmic. All I wanna do, your loving is so hypnotic. Colliding on night kiss. Kur I kthyem, Irini mori atë fustanin që ju tregova që provova te Zara, I pëlqeu shumë. Provova vetëm një gjë, atë fustanin, e ikëm. Ishte shumë e thjeshtë, kështu që erdhem ti marr unë Irinit dhuratën për ditëlindjen e saj, sepse unë nuk mundem t'ja jap tani në Shqipëri, se nuk do e marr me veten në Shqipëri që t'ja jap atje. Kështu që më që mora dje me Davin, ja kemi marr bashkë të dhuratën, thash t'ja jap tani. Le të na bëj unboxing të shikoni dhe ju. Sa me ka marrë Eliana dhe Davi? Me ka marrë një Concealer, concealer dhe një mascara, Limer. rimel. Një limer, se I kishte nevojë, ma kishte thënë që I deshte. Entuziazëm. Kam ide. Me kishe thënë që të janë këputur flokët, që të janë shkatruar, këtë janë dhe, thashë të marrë diçka për flokët. Të pëlqejnë? Shumë. Bukura. Është era e parë që po marrë unë nga Gizu, Po. gizu. Ti gëzosh. Ti gëzosh. Janë për flokët, Jani. Jemi rikthyer në shtëpi erdhi dhe Jani me mua, edhe po bëj tani mishpule, që ma kishte nxjerr mami që dje në frigorifer lart, që ta pjek sot. Bëra me pak vaj, me pak e bëra me pak vaj, me pak krip, me pak piper, me pak paprika. E tani edhe të airfryerit të piqet, do të shoh po kemi dhe kos, se do desha të haj pak xhaxhiki sot. Jani po më mban telefonin edhe Jani po më thot tani, thoj për sa orë do e pjekësh, ndërkohë airfryer ka vetë program për mishpule, që thjesht unë e vetë. Më thot, trego çdo hap që bën që ta bësh mishpulen, që ti tregosh një, se njerëzit nuk din faktikisht të bëjnë mishpule, që jam më kollaj në botë, do ju mësoj unë sot tani. Po mendoja të ve patatën e airfryer bashkë me mishpulen, po thash pastaj e di ç'a, do bëj një sallatë të mbaroj filmin. Kështu që kam vënë brenda marule, kastravec, balsamico, pak qep të freskët dhe mishpulen. Edhe super. Desha t'ju them një lajm të ri, sepse unë ju thash për bazarin që do bëhet në datën 2 maj me motrën time te Piramida, por nuk ju kam thënë që përveç rrobat që do gjeni te bazari, koleksionin ton, gjithë rroba, brande, gjithë ato që ju kam thënë, vendosëm këtë vit të bëjmë edhe një koleksion të vogël me këto që janë këtu brenda. Edhe desha t'i hapim bashk, sepse edhe unë I shikoj nga afër për herë të parë. Kam jo një, por 2 kuti. Janë edhe rimbrapa edhe po më tunë kamerën. Ups. Do ju le tani që nuk ju kam treguar akoma të mendoni ç'a mund të jetë. E të më shkruani te komentet. Po, pa hile. Bëni tani. Të shkruani tani që të shikoni pastaj po jeni korrekt apo jo. Tada! Kemi krijuar qirinjt tona. Herë e parë që bëjmë diçka, domethënë tonën nuk e kemi bler edhe shesim tani, edhe është e përdorur ose këtë që bëjmë çdo herë. Është herë e parë që bëjmë produktet tona, edhe janë qirinj. Nuk do shiten në përgjithësi në dyqane ose në sajt, në asnjë vend përveç bazarit kemi bërë shumë pak copa, kështu që ju që do vini te bazari mundeni t'i shikoni nga afër, të mbani erë.
nuk mundem t'ju shpjegoj sa herë të mirë mban, se po kërkoja shumë kohë të gjej aromën perfekt që na shkon 100% edhe mua edhe motrës, prandaj kemi zgjedhur të bëjmë 2 aroma. Kjo ndiem që është më shumë te vibe i motrës. Atëre, e shikoni tani këtu edhe nga afër. Emri është Clean Comfort. Sa freskos, Ne, dos ωραία. Edhe Jani po i mban erë për herë të parë dhe më thotë që mbajnë erë shumë të mirë. Është soj, kandël, edhe kjo mban erë pastërti. Nuk mundem t'ju shpjegoj. Është qiriu që do ndezësh sa ke mbaruar me punët e shtëpisë edhe i ke të gjitha të pastra, edhe je i qetë. Ky është qiriu perfekt që duhet të kesh te shtëpia jote, ta ndezësh. Kemi zgjedhur të bëjmë edhe fitilin këtu prej druri, sepse unë diem që ky fitili këtu bën gjithë ndryshimin te qirin që kam, sepse është sikur të qetëson, bën një zhurmë shumë specifike që bën vetëm kjo. Edhe është nga soundet të preferuarat e mia në këtë jetë në përgjithësi. E më qetëson shpirtin, kështu që kjo është e para, prisni, do bëjmë unboxing edhe të dytën. Kjo është e preferuara imja. Më shumë e dyta te Vibim. Qiriu i dytë është ky këtu, përsëri me fitil druri. Tani nuk e di bën fokus. Ja bëri fokus. Duke di si kështu. Jam bajer. Kjo është e preferuara imja, nuk mundem t'ju shpjegoj sa herë të mirë mban. Kjo është më e ëmbël, ka një erë pak më të rëndë, edhe më pëlqejnë tepër shumë këto aromat, edhe te shtëpia ime. Është pak si popcorn, pak si vanilja, pak si biskota që sa i ke nxjerr nga fura. Është një përzjedhje nga të gjitha këto që po ju them. Nuk mundem të kuptoni sa e ëmbël edhe e mirë edhe mua më hap oreksin në ky qiriu këtu. Edhe emri që ka është Movie Night, sepse ndiem që është perfekt ta ndezësh në një natë që do të vesh një film të shikosh në televizor, pak popcorn të hash, edhe të ndezësh këtë qiriun është perfekte. Ndërkohë këtu kam 2, sepse kjo ishte qiriu i parë që më kishin dërguar si provë, domethënë që të shikoj unë një herë po mban erë të mirë, se nuk do i nxjerrnim kështu pa i provuar fare, ne. Edhe e kisha ndezur, e kisha lënë në kuzhinë, edhe erdhi Jani brenda e më thotë çe ke gatuar, ke bërë ndonjë ëmbëlsirë. I them jo, edhe mbante erë gjithë shtëpia. Mbante erë gjithë shtëpia. Hyje brenda dhe ndjej që nuk e di, është era e lumturisë kjo këtu që ka. Edhe ja si duken të dyja bashkë. Ndem që janë super cute. Do i gjeni vetëm te bazari, mos më pyesni pastaj ku mund t'i marr, ku mund t'i gjej, këtë janë ndej, vetëm te bazari do i gjeni. Po i humbët, unë s'kam ç'bëj pastaj. Shumë pak cop, që të vini edhe pak herët te bazari, mos vini te momenti i fundit e mësoni ku i ke qirinët. Po kanë mbaruar. Nuk është e ora ime pastaj. Sorry, δεν μπορώ, κρατιέμαι πως κρατιέμαι. Më bën edhe zhurmë. Edhe këtë desha t'i them, ndjem shumë e lumtur, t'i provoni edhe ju nga afër të na thoni si ju duken, po. Edhe kaq. Unë ndrova shpejt, vesha streqe, në përgjithësi këtë setin atletik, vesha edhe një xhaketë të verdhë nga lart, edhe jam gati sepse kam kërcim sot. Ora është 6 paca, kështu që duhet të nisem shkoj të marr Irinin përsëri, gjithë ditën bashkë jemi, ne? Edhe të shkojmë në kërcim. Shikoni pak. Sa shkojnë tani thënkat e mia me këtë xhaketkën, triken që kam veshur. Super cute. Walking tightrope, say the lightning like how you Sa erdha në shtëpi nga kërcimi, edhe do ik përsëri nga shtëpia. Thjesht erdha të marr këtë xhaketkën këtu që është atletike, sepse vendosa. Më hypi oreksi mua tani, është ora 9 e darkës, po unë kështu desha të shkoj për një vrap. Se kur isha më e vogël, dilja shumë shpesh për vrap, tu te rruga e Kuqe që kemi afër te shtëpia, që është vetëm për njerëz edhe për biçikleta. Edhe dilja domethënë ditë për ditë unë dikur. Edhe më ka munguar kjo gjëja që bëja. Edhe thash pse jo, pse të mos e bëj. E mori edhe Devin në telefon, i thash, e di çfarë, do shkoj për një vrap, do të vish, më tha, e di çfarë, po vi. Kështu që po pres Devin që të zbres që të shkojmë te rruga e Kuqe të bëjmë vrap. Because why not? Nga një ditë
ditë tjetër. Sot dita është e shtunë edhe është darkë. Gjithë ditën nuk ju kam filmuar sepse po vrapoja që në mëngjes që të bëj disa punë të fundit që kisha para se të ik në Shqipëri, sepse nesër kam fluturimin tim për Tiranë. Kështu që kuptoni, ditët e fundit janë që më ngelen gjithë punët, edhe them hajt t'i arrit t'i bëj. Pastaj filmuam edhe një reel për në Instagram për qirin tona që ju tregova, që ta postoj dhe atje ta shikoni. Nuk kam bërë asgjë. Jeta një orë gjumë tani, mbas dite, sa i hapa syt vajta te salloni pam pak televizor me mami. Edhe tani gjeta energjinë të ngrihem, sepse duhen bërë gjërat e mia gati për nesër. Nuk kam bërë valizhe, asgjë. Kam te bileta ime një valizhe të vogël vetëm. Edhe kjo gjëja më streson, sepse duhet marr rroba për të hënën, të martën, të mërkurën, edhe të njëjtën. Pastaj jam okay se të premten, të shtunën e të dielën do vinë prindrit, kështu që do më sillin edhe rroba të tjera, kështu që duhet bëj gati 2 valizhe. Një që do marr tani me vete, edhe një tjetër, të cilën do i them prindërve të ma sjellin në Shqipëri kur të vinë, se sigur do më kenë mbaruar rrobat që do ke marr me vete. Edhe shpresoj të arrit të marr gjëra kryesore. I kam thënë motrës të marr make-up të paktën ndonjë Dyson, këto gjëra të rëndësishme kryesore. Edhe duhet të gjej veshje. Nuk e di çka kohë bën në Tiranë, njerë. Le të fillojmë që atje. Tani unë kam turp që po e hap këtë dollapin në kamera, sepse thjesht i marr rrobat që kam jashtë dhe i hedh brenda, nuk e kam të organizuar fare, mos i vini re, ju lutem. Është koha e bazarit edhe vetëm heqve. Gjendja është skandal. Le të mos e diskutojmë më tepër. Unë tani të marr gjëra të lehta, gjëra të trasha. Prisni të shkoj kohën. Po haj ndërkohë edhe një Kinder sepse na duhet energji. Thotë që do ketë diell brenda javës. Le të shohim opsionet tona. Po mendoj të marr këto pantallona të bardha, të cilët i kam marr në dimër, edhe janë verore. Edhe nuk i kam veshur se nuk i kishte erdhur koha akoma, po mendoj që tani do mundem t'i vesh, janë si tip fësh edhe janë shumë të lehta. Më duket që do i marr, po do i lëm në anë, nuk jam e sigurt. Do i heq tani gjithë rrobat që mendoj që duhet marr me vete dhe do shohim pastaj ç'a do marrim realisht edhe ç'a jo. Po mendoj të marr edhe këtë që është bluzë dhe pantallonka të shkurtra bashk, edhe mendoj që këtë mundem ta përdor edhe për mëngjes edhe për darkë. Po të kem nevojë, domethënë. Po dola në darkë mundem ta vesh me një paltak edhe me gjeta nga brenda. Po dola mëngjes mundem ta vesh edhe me sheshka. Unë do them po, do e lëm këtu. Më pëlqen shumë edhe ky fundi bardh që kam. Do më thoni ju ku do e veshësh këtë? Do i them unë nuk e di. Po do e lëm në anë se mbase do e marr me vete, sepse kështu dua. Një rip na duhet me patjetër. Unë fillova me rrobat e mia. Tani mami më thiri në kuzhinë sepse kishim marrë ingredientet ne që të bëjmë një ëmbëlsirë sot. Po unë shikoja mamin që rinte në divan, nuk çoheshe, ishte në atë fazën e qetësisë. Edhe thash le të fillojmë me rrobat e mia, le të bëjmë pastaj ëmbëlsirën. Mami më thotë, hajde bëjmë ëmbëlsirën tani. Kështu që erdha në kuzhinë të bëjmë ëmbëlsirë. Duhet të nxjerr ingredientet. Kemi nevojë për një pako biskota digestive, 2 banane, një kuti nga këtu që kjo është karamel e konservuar. Tani shpjegova mirë, nuk e di. Edhe duam edhe një kuti pana, të cilën nuk e kam. Sepse harrova ta marr dje nga supermarketi. Kemi nevojë edhe për gjalpre, çfarë po them? Gjalpi, edhe panën, me që nuk e kemi dhe janë mbyllur tani supermarketet, se është e shtunë edhe ora ka vajtur 8:30. Do na i sjell tezja, e cila do vi për pak për kafe. Kështu që tham të bëjmë ne këtë pjesën e parë, sepse barabart pana vjet në fund lart fare. Duhet të shikoj sa gram gjalp duam që ta shkrim. Duam 100 gram gjalp, kështu që do e peshoj, sepse unë kështu me sy nuk i bëj gjërat. Duhet i bëj tamam. Ose i bëj tamam, ose si bëj fare. Më kishte marrë malli shumë edhe mu edhe mamit për këtë ëmbëlsirën. Kur ishte motra në shtëpi, studente akoma motra, ne i bënte shumë shpesh këtë ëmbëlsirën se i pëlqente edhe asaj, edhe qyt banofi. Nuk besoj që në Shqipëri para përdoret banofi, nuk e kam parë në asnjë vend. Shumë e shishme, shumë kollaj ta bësh, nuk është ndonjë gjë e vështirë. Që ta bëj unë domethënë, nuk është diçka. Mami ime më tha që do vi ta bëjmë bashkë të ndihmojmë. Mami ime është te salloni dhe po flet në telefon. Just saying, edhe unë i lash edhe gjithë rrobat e mia rumuj te Roma, që të vi këtu të gatoj me mamin. Edhe jam prap vet. Ko që prisje domethënë, ta kisha filluar që parta kisha bër vet. Mbaronte filmi. Ndërkohë që po shkrihet këtu gjalpe, kam vënë te Xhesia që të bëhet shpejt e shpejt. Do marrim multin, edhe do vëmë gjithë biskotat këtu brenda. Do zej kjo kutia tani te multi. Mbase do duhet t'i bëj edhe avash, nuk e di. Do shoh. Edhe biskotët që i thermuam i vum tani në një tepsi. Edhe do marr gjalpin që është krim. Edhe do e hedh nga lart, do i përzjejmë, t'i bëjmë një mix.
E ngjesha këtu te tepsia biskotën me një lug që të bëjt një, që është baza jone, dhe tani do vë nga lart banane, të cilët i prem në copka të vogla. Tani është ora e karamelës. Na solli tezja edhe pana, kështu që duhet ta rahim tani. Ndihmoj edhe mami me diçka. Bëri diçka. Të mund ta një copë edhe. Po. Tani u bë si krem pasticcerie dhe është stepi fundit, do vëm lart e pastaj do e mbulojmë duket me diçka thoshe dhe do vë te frigoriferi. Duhet tekstura që ka kjo të jetë pak më e mpiksur, le të themi, edhe le ta hedh te tepsia jon që të mbaroj filmi. Kaluar disa orë, mbas ëmbëlsirës kisha bërë një zone out të papar. Isha te bota ime sepse vajti vonë kur mbarova. Kishte erdhur edhe tezja me Xhexhi Luan. Ndenta pak në sallon t'i takoj edhe ata, të flasim pak, të shoh çka kanë bërë të re, ndonjë gjë. Pastaj erdhe te dhoma dhe thash po, nuk kam kohë, duhet të gjej shpejt outfitet, edhe filloja, provoja rroba, kisha hedhur të gjitha në krevatin tim, nuk mundeni të kuptoni ç'a bëhesh këtu brenda, sepse provoja, shikoj qa bluz do vesh me qa pantallone dhe këto pantallona të mundem t'i vesh edhe me një outfit tjetër që të kem vend edhe të mos marr 3000 palë. Se kam edhe këtë valizhen të vogël si u thash. Tani, kjo nuk besoj që është 8 kg, po më duket që në aeroport, në përgjithësi këto valizhet vogla që i merr lart te avioni, nuk rin t'i peshojnë. Kështu që do shpresoj të mos më thot njeri asgjë. E të kaloj, të shkojnë të gjitha mirë. I gjeta të gjitha, i vura brenda, bëra edhe një banjë dhe tani sa e mbylla valizhen po e lë në anë, edhe do shtrihem te krevati im, është ora të plegjum, sepse nesër duhet të zgjohem edhe unë herë të bëj gjërat e fundit, punkat e fundit, të mbledh këtu, edhe në orën 2:30 drekës do nisemi për aeroport. Do shkoj bashkë me Davin në Shqipëri, nuk e di po e thash këtë gjë. Po, do jemi bashkë. Gjithë javën do e kalojmë bashkë në Tiranë. Nice? Super nice. Natën. Përshëndetje, nga një ditë të re, jemi në avion edhe jemi nisur për Shqipëri. Mua po më flet një super gjumë, ndërkohë po më hajt edhe nuk kam marrë asgjë tu në avion me vete dhe gjithmonë e bëj këtë gabimin, gjithmonë them do marr diçka të kem edhe gjithmonë haroj. Po do bëj pak durim të shkoj në Tiranë, të vi të më marr motra bashkë me Klintin, kushuririn ton, edhe të shkojmë të hajmë diçka të gjithë bashkë, nuk e di. Unë sigur të haj për veten time, do një pizza, do një sufllaj që nuk më intereson. Kam edhe Davin këtu pranë meje, cili pori me telefonin po më mban edhe kamerën në të njëjtën kohë. Dhe jam me fat sot sepse jemi ulur, si themi, dipla. Jemi ulur bashkë, Po, kaq. Shihemi pastaj kur të arrim. Duken bukur. Shumë e bukur duke, okay. Kemi arritur te aeroporti Rinas Nën Tereza edhe jemi duke pritur motrën time dhe Klintin. Unë nisën pak me vonë sepse Klinti kishte vajtur të marrë disa gjëra nga Elbasani, solli prapë në Tiranë edhe tani po vim përsëri këtu në aeroport. Në përgjithësi më duket motra ime ka kaluar gjithë ditën te aeroporti. Por ne me që arritëm pak më herët edhe po i presim, erdhëm të pim një kafe. Më kishte munguar macchiato e Shqipërisë edhe pse paguam 8 euro, 2 kafe dhe një ujë, është okej. Nuk do them asgjë, se jemi te aeroporti dhe mirë të na bëhet. Kështu janë çmimet e aeroportit. Na bëft mirë. Edhe tani pas që kanë bërë edhe këtë pjesën andej që thot have you said your goodbyes, edhe duket shumë bukur. Edhe Devi që po fshihet. Here they come. Hello. Arritëm në shtëpia jon? Ja. Te Tirana. Edhe po dalim përsëri nga shtëpia, sepse po shkojmë te supermarketi të marrim gjërat bazike që na të bëjnë për sot. Tu çfarë muj bëhet me makinat e rrugica jonë me motra? E ka mbyllur atë rrugën tjetër. E kanë kuptuar që kemi erdhur ne në Shqipëri. Bravo, fiksa e ka ndodhur.
Si je me problemet e egos? S'kam fare ego, çfarë? Pse se kuptuan ata çfarë ego Ishte është? ironi, motre, ishte Po e ironi. di me motre dhe unë. Kishin mbajtur te baziku, hëngër pak, unë mori një sanduiç, Devi mori një pica, motra mori një krepa me Çdo njeri. Nutella, çdo njeri e ngopi barkun, edhe po eci. Disa gjëra kryesore. Po. Situata është kjo në shtëpi, një rumuj e madhe, një shumë rumuj e madhe. Tani, ta dini edhe ju. Atje janë robat me 5 euro, këtu me 8 euro, këtu me 10 euro, 15 euro këtu, 20, 25, 30, 35 euro. Edhe këtu, Unë jam falas. Po. Gratis. edhe këtu janë robat të tjera që po i vëjmë çmime tani. Këtu është një bukurosh. Një bukurosh që kemi në telefon tani. Edhe këtu është Eleana, një lule e bukur. U kthem në shtëpi nga supermarketi, e bëra një banjë të shpejtë, ndrojmë pak çarçafet e dhomat që t'i kemi të gjitha gati për gjumin, edhe tani hapëm punë te vetja jon sepse duhen vënë çmimet te rrobat, sa më ditë e parë sot do qetësohemi. Jo. Edhe vazhdojmë me punën derisa t'i mbarojmë të gjitha, edhe kemi shumë akoma, që të mundet Devi pastaj t'i kaloj te laptopi, çmimet në Excel të gjitha, sepse kësaj radhe duam ta bëjmë të organizuar të gjithën. Ndërkohë Devi është kështu, sepse blevi një blazer nga këto që sollëm nga Italia, e mori e blevi ta gëzosh, e pagoi 25 euro, edhe tani e ka veshur e na thot unë kështu do vazhdoj punën. Është shumë i bukur. Është shumë profesional. E di çfarë, kjo xhaketa është shumë e bukur. Ka marrë një nga xhaketat më të bukura. Nëse jo, kemi shumë blazera të bukura. Edhe të gjitha me 25 euro. Vraponi t'i kapni. Hello! Mëngjes! Kam marrë kamerën e motrës time dhe po filmoj. Duket si lodër kjo, shumë e vockël kështu. Atëre, kemi dalë të rruga, po presim taksistin të vi këtu. Unë kam një buqet me lule, tulipan kemi marrë. Kemi lënë takim për të Gjena, sa erdhëm në Shqipëri normale që do shkojmë të bëjmë takimet tona bukurie, të bëjmë si njerëz edhe unë edhe motra ime. Janë ndjekur shumë majrat, edhe dua t'i pres mjaftueshëm shumë sot flokët. Po, unë i kam prerë më shpesh se ty, prandaj janë ndjekur ty majrat ka shumë. E vërtet. Edhe i lyeve, okay. Edhe i lyeve. Arritëm. Kjo skena më pëlqen shumë. Faleminderit motra. Edhe unë shumë bukur kështu. E imagjinoj. Arritëm te Gjena, edhe ka filluar motra, është ulur atje te vendi e saj. Është ngrohtë. Po. Është ora të shikojmë çka ka ndodhur këtu. Po tani është shumë e bukur. E vogël. Jam nga vitet në 80-90 sot. Është mbylla. Meqense erdhe çfarë të bësh gangon, ja, një tjetër sken që t'ju lajmërojmë. E di ça. Është vlogu im, po dua, po s'më pëlqen, pastaj do të pres. Po e di dukem çfarë. shumë e shpifur. Këto do shkarikoj në telefonin tim skenat. Mundem ta postoj story direkt. Hello! Ikëm nga Gjena, edhe tani po shkojmë të gjejmë diçka të hajmë. Gjena na propozoi një lokal që quhet Frutëza. Dhe është këtu afër te bloku, Gjena. Kështu që po shkojmë atje sepse unë po vdes për bukë, më hajt tepër shumë. Edhe pastaj kemi të bëjmë edhe laser në orën 2. Arritëm, erdhëm të bëjmë laser. Laser. Jemi te Klinika Grande si gjithmonë, keni kuptuar, keni marrë vesh tani që çdo herë që vim duhet të bëjmë seancën tonë sepse rezultatet janë fantastike. Bera pa afrohet, po nuk e keni bërë akoma, ju nuk e këti qarë prisni. Qa prisni? Realisht, qa prisni? Vërtet, nuk kam më qime në asnjë vend të trupit tim, kam 2-3 tek pull, edhe po vim të heqim edhe këto 2-3. Si këtu në ka ngelur. Ndërkohë kam të dora ime edhe këtë biskotën këtu që mora te kafja me mendimin që do e haj, sepse desha të haj ëmbëlsirë mbas bukës. Po nuk kisha më vend sepse hëngra avokado toast time, e pastaj hëngra edhe gjysmën e sanduiçit të motrës. A friend of a friend told me you're moving on. Wish I could say I'm surprised, but I'm really not. You were never one for new ones. Couldn't recognize a good thing till it was gone. Did you always see me?
parë në Shqipëri mbaroi, edhe unë tim e masakruar. Ora është 1 e natës, është e hënë sot. Edhe unë nesër që është e martë që shikoni ju këtë video, do me thënë, shpresoj. Është dita që postoj, kështu që unë kam 3 orë që po rritë laptopi dhe po bëj editin. Nuk ju kam filmuar sepse e kuptoni tani kemi erdhur, po flasim edhe me njerëzit që kemi lënë takime, që jemi këtej, jemi andej. Erdhën sot qirind, flisja me vajzën që na solli qirind, na i solli vetë nga Pogradeci deri këtu. Edhe në përgjithësi në përgjithësi haroj të bëj vlog, kështu që desha t'ju them që sa mbaruam laserin, vajtëm te Tegu, me motrën, me Devin, edhe me Klintin, sepse kishim nevojë të shkojmë në Jumbo. Morëm këto disa varse për bazarin që na duheshin, edhe këto garficat këtu për robat, që të varim disa gjëra, nuk e di. Tani nuk funksionojnë në përgjithësi unë. Kështu që vajtëm te Tegu, hëngrem edhe buk atje. U kthem në shtëpi, u morëm përsëri me robat, sepse ne tham që do i mbarojmë dje, po nuk arritëm të mbarojmë të gjitha dje. Sot kishim të mbarojmë aksesore, këpucët, çanta, të gjitha këto gjëra. Mbaruam edhe me ato, edhe pastaj fillova editimin, kështu që tani ndihem që do të vras veten. Realisht, edhe Devi i shkret ishte gjithë ditën e ditë që ne vrapojmë si këtej si andej, edhe po kalonte gjithë kodet e robave që kanë lartë, do me thënë etiketat që kemi vënë, kishte kaluar të gjitha në Excel, i vinte etiketa në çdo robë, ato që janë me pesë, i kishte ndarë, i kishte palosur, i kishte vënë për valixhe, edhe gjithë ditën edhe ai punë ka bërë, nuk është që ka ndendur. Në përgjithësi vrapojmë të gjithë sa herë vim në Shqipëri, po kësaj radhe që kemi edhe bazarin është akoma më vështirë, se bëjmë diçka për veten tonë, nuk është punë për dikë tjetër. Edhe prisni, do t'ju tregoj kutit me qirin që në erdhën edhe kam mbajtur gjithë shtëpia. Jam në për kuti edhe mban erë gjithë shtëpia. Nuk e di, jam shumë e lumtur e shumë krenare për ato qirin që kemi krijuar. Mezi po pres ti shikoni nga afër. Ndërkohë salloni është disi kështu. Edhe tani është mirë. Ta shikoni të dje ju sa keq ishte në darkë që i lam të gjitha këtu, edhe vajtëm thjesht fjetëm gjumë se nuk kishim nerva më. Edhe këtu janë kutit me qirin që kanë arritur, kemi 1 kuti këtu, 1 kuti këtu, edhe 2 kuti poshtë. Edhe tani ju solla përsëri këtu te vendi jon, te dollapi brenda. T'ju them të bëni një like, një subscribe, një koment, një diçka të sportoni këtë kanalin këtu, se shikoni, lodhet goca. Duke dituar, duke postuar video, se sash, mundem të bëj një pushim këtë javë, të mos postoj, s'ka që po nuk arrita. Po mua më kapa jo, do postoj, do e vej video, do arrit i bëj të gjitha. Thjesht ngelem pa gjumë pastaj, nesër normale që prap në orën 8 të mëngjesit do zjojmë që të postoj videon edhe pastaj të fillojnë takimet që kemi brenda ditës. Ju lodha. Base, po të paktën kaloj bukur, do me thënë ndihem e plotësuar, edhe grindem shumë. Po edhe më pëlqen në të njëjtën kohë që është programi plot, edhe bëjmë gjëra, edhe jam me motrën, jam me Devin, jam te shtëpia jonë në Tiranë, nuk e di, edhe kjo e gjithasi më pëlqen. Kështu që do e mbyll vitën me këtë anën pozitive, edhe ne të shihemi si gjithmonë te video rrethës.